Të nderuar teleshikues, Tunja Tjeta dhe mirë se erdhët në episodin tonë të ri. Sot kemi të ftuar zotin Agim Tutulani, është një sipërmarrës shqiptar këtu në Toronto, por njëkohësisht edhe bashkëthemelues i Albanian Canadian Political Action Committee. Është një organizatë, ndoshta ndër më të rejat e krijuar këtu në komunitetin tonë, e cila ka si synim të promovojë pjesëmarrjen në jetën politike kanadeze, në përgjithësi, por edhe në nivelin provincial dhe atë bashkiak. Zoti Agim, mirë se erdhët në emisionin tonë. Përpara se të flasim për ACPAC, Albanian Canadian Political Action Committee, a mund të na tregoni diçka për veten tuaj? Patjetër. E para punës faleminderit për mundësinë për të shprehur para kamerave të pasqyrës shqiptare, që është bërë një institucion i komunitetit shqiptaro-kanadez gjatë tyre 20+ viteve. Unë quhem Agim Tutulani, jam i lindur në Tiranë, kam studiuar për shkenca politike marrëdhënie ndërkombëtare në Hungari, pastaj kam bërë një internship në Austri dhe më në fund në Ryerson University në Kanada. Në Kanada kur jeni vendosur? Në vitin 2001, fund të 2001-shit. E konkretisht këtu merreni me biznese të ndryshme, kam dëgjuar. Po, këtu kam 3 biznese dhe kam edhe një biznes peer marketing politik që është ndërkombëtar, ka zhvilluar disa fushata dhe campaign strategies në Europë. Nga e morët shtysën për të krijuar ACPAC? Unë mendoj ishte një alternativë munguese në universin shqiptar që është në Kanada. Këtu kemi shumë shoqata që kanë bërë një punë të mrekullueshme kulturore, artistike gjatë viteve të kaluara, por mendoj kemi pasur një boshlik në afrimin politik dhe mendoj kjo është nisma e dur për momentin. Ka rëndësi edhe çasti kur zgjidhet të hidhet ky hap. A ka të bëjë krijimi i ACPAC me situatën politike aktuale në cilën ndodhet Kanada? Është e vërtet, to zgjedhje janë decizive dhe thuhet që mund të jenë zgjedhjet më decisive në 15-20 vitet e fundit, por mbi të gjitha mendoj që politikanët dhe zgjedhjet shkojnë dhe vinë, komuniteti shqiptar do të mbetet këtu. Pra kjo është diçka që është në afatgjat, për të shërbyer komunitetin me terma afatgjat. Agim, në mjaft vendet botës ku jetojnë shqiptar, ka organizma të ndryshme të cilat janë më shumë të interesuara të promovojnë pjesëmarrjen politike të shqiptarëve në jetën politike në Shqipëri dhe në Kosovë. Correct. Ju po bëni një diçka tjetër, domethënë krejt ndryshe. Ju po promovoni politikën e vendit ku shqiptarët jetojnë. Në rastin konkret janë rreth 60-70.000 shqiptarë që jetojnë në Kanada. Pse kjo zgjedhje? E para punës sepse ne e themi dhe ka qenë dhe motoja jonë që ne duhet të fillojmë të mendojmë si kanadez shqiptar, jo të qëndrojmë akoma të strukur në mentalitetin që jemi shqiptaro-kanadez. Kjo nuk na bën më pak patriot, por sepse ne besojmë se duke qenë kanadez shqiptar të shkëlqyer, plotësisht të integruar në të gjitha aspektet e jetës politike, ekonomike, kulturore, akademike kanadeze, ne mund të ofrojmë më shumë për vendin tonë të origjinës, që janë të dy Shqipëritë, Shqipëria dhe Kosova, pasi për ne nuk ka pikë ndarje në këtë aspekt. Atëherë le të vim te pyetja ime kryesore mbi misionin e ACPAC-ut. Juve thatë vetë që këtu zyrtarisht neve jemi 42.695 shqiptar nga Shqipëria dhe Kosova të regjistruar sipas censusit 2021, më fal. 21, po. Po. Ne kemi bërë goxha punë hulumtuese dhe ne dimë që numri është shumë më tepër. Pasi këtu nuk përfshihen shqiptar nga Republika e Maqedonisë Veriore, siç quhet sot, nga Mali i Zi, nga Presheva, por kemi edhe me mira shqiptar që kanë ardhur këtu si shtetas gjerman, zviceran ose austriak, që ju lejohet vetëm një në shtetësi. Dhe këtu janë të regjistruar nga vendet e origjinës. Ne besojmë që komuniteti shqiptar këtu është diku tek 72 deri 74.000 numra real, fulli të legjitimuar për të qëndruar në Kanada, dhe pastaj kemi edhe disa mira të tjerë për mos thënë që janë temporary foreign workers që kanë ardhur për momentin, por që nuk mund të ndikojnë të involvohen në sistemin politik kanadez për momentin. Kthehemi te pyetja ime qendrore, misioni i ACPAC, domethënë i thon shkurtimisht me pika. Misioni jam primar është një dhe i vetëm, të rrisim influencën politike të komunitetit shqiptaro-kanadez aty ku merret vendimi politik. Dhe kjo arrihet nëpërmjet disa fazave. Pak a shumë është ABC-ja e çdo gjëje, involvimi i shqiptarëve kudo në çdo aspekt të politikbërjes kanadeze, pasi ne jemi taksapagues të rregullt dhe po kërkojmë thjesht atë për të cilën e ofrojmë sistemit. Përfaqësimin. 100%. Sistemi politik kanadez është pak apolitik, por edhe shqiptarët në Kanada kanë qenë deri më sot shumë apolitik se ç'duhet, pikërisht sepse vim nga ato shoqëritë tona që janë pak
me problematika në politikë dhe njerëzit tu kanë qenë shumë të ndrohetur drejt afrimitetit me politikën kanadeze. Ne duam të ndryshojmë të mentalitet dhe të rrisim në mënyrë eksponenciale numrin e shqiptaro-kanadezëve të përfshirë në politikë multipartizan. Nga çdo parti, pasi duhet ta reflektojmë të fakt, ne jemi multipartizan. E qartë. Ju përmendët Shkarazi që dëshironi të rrisni pjesëmarrjen e shqiptarëve në politikë. Konkretisht keni një target për shembull konkret se në cilat nga këto 3 nivelet politikës kanadeze dëshironi të shihni kandidat shqiptar? Për ne është primare që në çdo nivel të ketë kandidat shqiptar mundësisht dhe nga 3 partitë të mëdha, do është diçka që ne mendojmë është e arritshme, na takon demografikisht dhe është e logjikshme. Në këto zgjedhje ne jemi pak a shumë 1 vit drejt formimit, kemi punuar shumë incognito dhe kemi arritur disa suksese temporale në involvimin e njerëzve në ABC-n dhe embrionin politik të sistemit kanadez që janë Electoral District Areas. Already ne kemi shqiptarë që na prezantojnë në për këto EDAs të partive të ndryshme dhe jemi të kënaqur me punën e tyre pasi ata po edukohen në një farë mënyre, hands-on, me duart në punë, në këto nivele dhe ato janë shenjat e para të rritjes dhe të kuptimit të tyre se si funksionon sistemi politik kanadez. Ky është njëri aspekt, futja e shqiptarëve në politikë, po përfaqësimi i interesave tona në politikën kanadeze dhe këtu do të ndalem pak. Çfarë interesash si shqiptar kemi ne këtu në Kanada? Çfarë keni evidentuar ju si interesa për të cilat ju pastaj loboni? Shiko, mos të harrojmë që deri para 15 vitesh, Kanadaja ishte kontribuesi numër 1 taksa pagues në Republikën e Shqipërisë, siç e dim, nëpërmjet Bankës Petroleumit, aeroportit të Rina, siç menaxhohej nga Fondi Pensioneve Kanadez e tjerë. Gjatë këtyre viteve diçka ndodhi. Pra interesi kanadez për Shqipërinë ra. Sot ne jemi në epokën, jemi vitin 2025, gjërat gjeopolitike nëpër botë po lëvizim dhe besojmë që Kanadaja tani do ketë një pivot drejt expansion, pavarësisht kush do i fitojë këto zgjedhje këtu. Ku ka më mirë që komuniteti shqiptaro-kanadez të kthehet në një urë të ngritjes së bashkëpunimit ekonomik midis Shqipërisë dhe Kosovës dhe Kanadas. Cilët janë bashkëpunëtorët tuaj? Pak a shumë ne themeluam këtë gjë do të përmendja zotin Rudin Dakli, zotin Lady Ago, zotin Driton Dagaj dhe zotin Arben Fajkovski. Unë kam një pyetje që ka të bëjë me qëndrimin që mbani ju ndaj të gjitha atyre përpjekjeve të mëparshme për të lobuar për t'u qasur politikës kanadeze si shqiptar. Dhe këtu do të veçoja nismën më të rëndësishme që është ndërmarrë ndonjëherë nga shoqata e Torontos, e cila realizoi nëpërmjet një grupi pune i drejtuar nga zonja Ruki Kondaj, realizoi ligjin për trashëgiminë kulturore shqiptare në Ontario. Domethënë, për herë të parë shqiptarët u paraqitën si grup në legjislativin e Ontarios dhe tani më ka një njohje më të mirë, domethënë të prejardhjes son, kulturës son, edhe ndikimit që kemi patur ne si shqiptar, si grup etnik në ekonominë dhe në jetën shoqërore kanadeze. E njihni ju, pranoni domethënë këtë punë të mëparshme si një diçka me vlerë? Natyrisht, latinët thonë ex nihilo nihil fit, asgjë nuk lind nga hiçi. Çdo shoqat këtu gjatë 30 viteve ka kontribuar në ngritjen dhe emancipimin e emrit tonë si shqiptaro-kanadez dhe puna e çdo individi dhe shoqate është për t'u lavdëruar. Siç e thash, ne duam të vazhdojmë punën e mëparshme, por këtu ekzistojnë me 10 shoqata që kanë qenë të shkëlqyera në aspektin kulturor dhe artistik të komunitetit shqiptar. Siç e thash dhe më parë, ne këtu kemi pasur një boshlik në afrimitetin politik. Kjo është, mendoj, risia që ne po sjellim dhe kjo arrihet vetëm nëpërmjet bashkëpunimit me eksperiencën që kanë shoqatat e kaluara, por gjithashtu dhe me evidentimin e individëve të ri që janë goxhak dinamiks që keni thënë dhe ju në intervistat më parë dhe me atë shiftin dinamiks që po ndodh brenda komunitetit. Pra ne duam që të kapim atë moment dhe të kanalizojmë drejt dimensionit politik në komunitetin shqiptaro-kanadez. Këto vitet e fundit ka një rritje të ndjeshme të numrit të shoqatave që veprojnë në Ontario dhe në përgjithësi në Kanada. Ndoshta ju keni shifra më konkrete, më të sakta. Mendoni se kjo ndihmon në afrimin ton apo është një strukturim që mund të çojë edhe në një përçarje, në largim nga njëri tjetri? Herën e fundit që kontrollova, mos gabojshin 97 shoqata të licencuara shqiptare vetëm në provincën e Ontarios. Është një numër paksa i tepërt mendoj, sepse kjo na fragmentarizon komunitetin që nuk është ai shumë i madh. Ndoshta jemi me të vërtetë 70.000 duket numër i madh, po në oqeanin e popullatës kanadeze 41 milionë shumë i pakët. Kjo prap ne nuk duhet të
diskreditojnë për keq iniciativën që këta individ ka marrë. Ideja është që duhet ta kanalizojmë, pasi vetëm të bashkuar mund të arrijmë diçka pozitive. Pa dashur të hyjë në zhbirëlime personale për të kuptuar kush është agimi, domethënë unë vlerësoj punën e dikujt dhe nuk merrem me strukturën ideologjike të gjithë secilit. Por me sa kuptova, ju jeni të hapur për bashkëpunim me gjitha forcat politike, qofshin këto të ekstremit majt, të së majtës së sotme që janë liberalet dhe të së djathës që janë konservatorët. Juve çfarë bindjesh keni? Në këtë spektër ku qëndroni? Personalisht, çfarë bindje ka agimi mendoj janë irrelevante, sepse agimi ka bindjet e veta siç ka çdo shqiptar, siç ka çdo kanadez. E rëndësishme dhe ne vazhdojmë që t'i mësojmë këtij fakti është që shqiptarët të jenë politikisht aktiv aty ku ata besojnë, kanë zgjedhjen e tyre ideologjike ose partijake. Unë mund të them diçka, ne në këto zgjedhje jemi duke bashkëpunuar me 8 kandidat për momentin dhe i kemi nga të treja partitë. Partitë e mëdha, mund të them. Më duket një qëndrim neutral, as pak tipik shqiptar. Sepse thash, duhet të fillojmë të mendojmë si kanadez shqiptar, jo të jemi akoma të ngelur në mentalitetin e shqiptaro-kanadez. Vetëm duke penetruar në kuptimin pozitiv të gjitha partitë e mëdha kanadeze, do të na dëgjohet zëri më shumë. Dhe objektivi jonë është që në zgjedhjet e ardhshme mundësisht të kemi një kandidat nga 3 partitë e mëdha shqiptar, pasi na takon logjikisht, na takon demografikisht dhe duhet ta kemi pasi e kanë dhe komunitete të tjera shumë më të vogla në numër se shqiptarët. Zoti Agim, ky episod do të transmetohet në televizionin Omni 1 në datë 27 prill. Të nesërmen mbahen zgjedhjet apo jo, datë 28. Çfarë mesazhi keni për shqiptarët në Kanada në këtë rast? Unë do të thoja volontirni sa më shumë, aktivizoni sa më shumë politikisht dhe patjetër të votoni partinë që dëshironi, por votoni. Mos e humni çastin e vetëm në 4 vjet që ju i mbani politikanët përgjegjës. Dhe për ta mbyllur, ndodhemi në një kryqëzim shumë të madh, domethënë të fatit politik të Kanadas. Në një anë ka një turistni nga presidenti amerikan Trump për ta bërë në thonjza, si thot ai, shtetin e 51, por nga ana tjetër ka dhe një luftë politike shumë të ashpër mes 2 partive kryesore këtu, Partisë Liberale dhe Partisë Konservatore. Si shikoni të ardhmen e Kanadas? Personalisht, duke u marrë me shkenca politike, është hera parë që sipas sondazheve 86% e elektoratit po shkon drejt 2 partive të mëdha, që s'ka ndodhur ndonjëherë në të ardhmen e afërt me sa e dim ne. Këtu duket që po ndodh një polarizim dhe kuptohet që ndrimi i zotit Trump është shumë ndikues në këtë polarizim që ka ndodhur. Kjo do të thotë që ne duhet të lëm pas dore dhe partitë që kanë qenë tradicionalisht të treta ose të katërta. Unë besoj që edhe në Quebec shqiptarët do të aktivizohen me blok québécois, do të aktivizohen me NDP çdo gjë. Por kuptohet, kjo garë është një garë me 2 kuaj fitues që duken për momentin, që është partia e zotit Karni dhe partia e zotit Polavra. Ju falenderoj shumë për kohën dhe mbetemi të hapur për bashkëpunim për të promovuar punën tuaj si organizatë e re këtu në komunitet. Është kënaqësia ime dhe ju falenderoj shumë për mundësinë, zoti Lena.